Shkolla e mesme profesionale Zdravko Cvetkovski Guc sot ka hapur dyert për të gjithë semimaturantët. Shkolla ka organizuar ditë të hapur, ku i kanë mirëpritur të gjithë nxënësit e klasave të nënta, me çka i kanë informuar më gjerësisht për kushtet dhe drejtimet që ofron shkolla. Profesoresha e lëndëve profesionale në këtë shkollë, Arlinda Osmani, thaste Zdravko Cvetkovski ofron kushte cilësore për të gjithë nxënësit, ndërsa shtoi se përveç mësimit teorik, nxënësit kanë mundësi të mësojnë edhe mësimin praktik. Kushtet në shkollë janë të mira, këtu përpas pjesës teorike, domethënë organizojmë edhe pjesën praktike në lëndët profesionale, ku një pjesë për shembull e lëndëve zhvillohet edhe në terren, ku i dërgojmë nxënësit në për objekte ku ndërtohet, që të shohin edhe pjesën praktike se si realizohet një objekt, po kemi mandej edhe ushtrime të ndryshme që realizohen edhe në klasë, në suaza të ushtrime të pjesës praktike. Dhe është pjesa ku më shumë t'i pëlqejet nga nxënësit dhe janë shumë aktiv në drejtim edhe shumë kreativ. Se shkolla posedon kushte të mira për mësim dhe vendimi për të regjistruar në këtë shkollë është zgjidhja më e duhur, e pohojnë edhe dy nxënësët e kësaj shkolle, Belkisa Aliu dhe Sara Isa. Ju kisha preferu me ardhë në këtë shkollë për shkak se ka shumë opsione për një të ardhme dhe është një drejtimi të caktuar edhe shumë gjana tjera që mundon me shpreh aftësinë e tyre në vizatim. Unë jam shumë e kënaqur edhe prej mësimdhënësve edhe prej shkollës. Shkolla ka kushte të cilet na ndihmojnë për ta shprehur talentin ton, idetë tona dhe patjetër që na ndihmojnë për të zbuluar aftësitë tona. Ndërkaq, ish nxënësja e kësaj shkolle Bardha Sali dhe aktualisht studente, tregoi se sa i ka ndihmuar drejtimi profesional, e cila ka përfituar bazë të fortë për 4 vite sa ka qenë nxënëse në këtë shkollë. Më ka ndihmuar shumë sepse këtu si fillim e kemi marrë një thelb shumë të madh që domethënë na ka mundsu për drejtimet e të ardhmes. Ato që e kanë talentet për vizatim apo për dizajn, arkitekturë apo çfarëdo lloj drejtime, këtu i kanë gjitha. Nxënësit e shkollës së mesme Zdravko Cvetkovski për semimaturantët kishin përgatitur ekspozit ku i ka prezantuar punimet e të gjithë nxënësve nga viti i parë deri tek viti i 4. Interesimi për të regjistruar në këtë shkollë pritet të jetë shumë i lartë, ndërsa profesorët edhe udhëheqësia e shkollës bëjnë apel që semimaturantët mos të hezitojnë për të bëjnë zgjidhjen më të mirë, e ajo është, siç thonë, të regjistrohen në drejtimet profesionale, mbase sipas tyre do ta bëjnë edhe zgjidhjen e duhur jetësore.